kur dal me këta, kur isha herën e fundit dola me një që ishte gjys italian, gjys spanjoll, i lindur edhe ai në Belgjik, fliste 4 gjuhë. Stefania, më çon mu 2 herë në restorant. Mirë kështu, o zot. Disa ta carojnë nervat këto meshkuj që edhe di kush ishte ai ishte si thua hi, ishte si CEO i European Medicine që do lëvizte nga Londra, nga Brexit, po shkonte në Amsterdam, kampania e ilaçeve të lidhura të Anglisë me Europën, shumë i lartë, si doktor, laborator, i lab work, edhe vetëm ai fliste në restorant, nuk pushonte buri huj për të më tregu mua çdo gjë po them, edhe thash imagjinoje sa varikarin është edhe në krevat ky njeri. Kam qenë zysha, kam qenë me shumë takime, edhe s'ma ngrehin. Të më pyesi mua ai, can I kiss you? I'm like, bleh. Ata që më ndizet në shpirtin tim, nuk është puna ashtu. Më them pi është fiksim. Pse do Xhemalin? Është ndjesi mora, se di fare pse du rotkarin e mutit. Se di fare pse du, vetëm e du. Ndjesin që mjep. Ku flet, zërin se si e ka tonin e zërit. I ka ato sytë kështu si të perëndume, shumë ndryshe nga unë. Ka të shikimin sy. Kur qesh, ka një të qeshu kurvari. Të fikson e qeshura. Han si rotkari. Si budall. Po të prek, ka këton të prek, ka mënyrën e vetë, prek fytyrën, kur don, prek buzën, prek, më kujtojnë ca gjëra që bën. Kur flen gjumë, jam dashur me të, e kam fotografin që është në gjumë, edhe shoh që është në gjumë, imagjinoj ti, e du. Të shofësh njeriun e ta dush në gjumë, është dashni. Është dashni. Që dhe bësh? Do zemra të që donë o njeri, s'është me të matur ajo. Është thjesht, kur e donë. Se du. Nuk kam 2 vite gjys pa dash njeri. Meritoja ta doja dikë. Leo, I'm gonna kill you that you have not removed your trainers. Put your trainers. Why are you still up and with your trainers? Remove your trainers and close the door. I don't want the cats in my bedroom. Out! Chet! Out! Out! Psst. Take your cats. Take your crisps. Just. Sondat. Ram pith 3 të keqen zysha. Ish ka shku në i pidheri. Që ti bash? Edhe që parë që po zishim që telefon po shante qa ishtu. Që i thashon, më qas bona për ty, qa bona për ti për mu tha? Pidh. Ti pidh ke si kanë gjitha pidh. Gjitha kanë pidh. Atë keqen e zysha. Po më pidhi. Qa bona ti për mu? Qa ti bash? Që ti bësh? Po më mirë mos flasë më për të se po i shtojnë dashnoret, po e ngrej shumë. Dhe të doja i për seriozisht, unë nuk e jap do të seriozitetin që ai meriton të ketë.
Unë nuk ja jap dot. Leo, the cat is inside. Oh, Leo! Se po qan. Open the door and take Claudia, se po qan. Take her. Close the door. Don't bring post. Mos ma sit mua këtë. Oh my god. Nuk vjen zysha në asnjë vend. Zysha ka frikë nga kari. Të ri rahat në punët e mia. Normale pra, Glek i jep të gjithave, ai i ble parfume. Haj se parfumi është dorë me një kështu ndarje. Nëse doni të ndajeni, hidhi robit krip ose blej parfum. Është dorë me një. It's like a curse. You do not buy perfume to love your lovers. Se ndajeni direkt. Ku kujdes. Mos blini parfume. Është dorë me një ndarje. It's like it's a certain poison you do not give your loved one. Si është shumë problem ose ndarje. Jo më ka pagu këshu restorantet e gjërnat edhe hotelet edhe këto taksit. S'ka gjuaj shumë leka i me mua i budal që flet ashtu. No. S'ka gjysha përveç. Ha? Që është kjo chakra turbo? Se mura vesh. Plasikari mo, degeneroja e. Ama ka knaq pidhin. Sa tjetë do e them. Let bëj qatë boja e. Amin. Preja dit djallë kisha 2 vjetë e gjys pa u qirë qa mi ka bo pidhit a i ta di gjithë bota. O zot. Uf mo. Shko përvoje. Kam frikë bin kar tjetër, po them se do kruj kokën. Se di fare kush është Aidën. Se di kush është Aida për zotin, s'kam parë ndonjëherë gocë me emrin Aida. O Leo, ke lën machokun këtu Leo. He's an idiot, se qanë gjithmonë për ty, mere. Please, Leo, mos më le mu macën do më gjumit, mbyllë derën. I need to sleep. No, please, Leo. Because he's an idiot, he cries. Shmachok, nuk rin pa qunin tim, edhe ky budalli tani po loz me mua dhe më lën machokun dhom gjumit, dhe machoku çante dera që më hap derën thot. Se nuk rin pa qunin tim machoku. I flen të koka. Kështu si tabi ket, viza është grimet bardh. Qa vën zysha? Qa ha zysha?
Thank you. Farin do ta kisha mbajt në shtëpi. Kështu t'isha vetëm domethënë, pa fëmijët. Fiks. Le të ketë inat. Plasi nga inati. Nga unë s'ka dalë në njëre keqja, si kam bërë në askult keq në njëre, veç që kam prish dashnorin e njonit, po valla si jam bo pishman. I was so fucking jealous of her. Se imagjinoj të thoj ty dashuria jetës tate, që ka rënë dashni me tjetër. E kur ja shef foton ti, thoj qia rëp mu si e ka gjithë si unë, flok si unë, vetullën si unë, fytyrën si unë. E them si ndodhin këto gjëra si të majqepsu njerëzit me përfundu me një tjetër që ngjan me ty, që ti bësh? Më ka ndodhur edhe mua pasaj që unë dashuroj me njerëz që ngjan me të. Shumë fucked up jemi si njerëz. Kam lexuar një herë një libër që një grua kishte lak 20 vjet me burrin e vet, edhe dashuronte, donte shumë. Edhe i vdiq ky, and she became like a crazy whore, kurve madhe. Edhe analizat që bëri më vonë kjo, që i tregonte psikologës e çdo gjë, me çdo mashkull që ajo flinte, like sex. Njoni i ngjante, kishte sytë e burrit vet, njoni kishte vetullën e burrit vet, tjetri veshët, hundë, domethënë, kjo e bëni psikiatrin, domethënë si thellësisht që pse she was sleeping around, she was actually sleeping around with any man that reminded her of anything, of the love of her life. Anything. E ku e kam lexuar të libër, pastaj thash që ja rob se sa të ngarkuar jemi si njerëz. Edhe i dum njerëzit sepse na kujtojnë për diçka. Pastaj është një libër tjetër për meshkuj që thonë që bin në dashuri më shumë me femrat që i ngjajnë pak nënës tyre. Ka diçka. Edhe kjo është shkencë. Meshkuj bin dashuri me femra që kanë imazhin e nënës tyre. Bashkëtojnë për gocat për babat, por nuk është e vërtet për babat. Nuk i zgjedhim asnjëherë meshkuj që ngjajnë si babat. No. Unë jam shumë, as çuna me kështu, unë nuk pëlqej më shumë bjondat, këto që s'mgjajnë shumë mu. Imagine që mua me të vërtet tamam si atë dheu, që përmendet atë dheun, pa atë dheu ishte shumë rotkari, shumë arrogant si karakter. Po unë kur e shifja atë dheun në fillim, thoja wow, po s'jam me atë dheun, jam me një shok të atë dheut. Dashnorë më thënë. Por e mbaj mend atë dheun. Më shkon, domethënë, një person si atë dheu, më shkon mua. Pse s'flisni ju më shpatët ju? Më mund të folë nga vlullëve. Ama, përshëndet pak. Ilir Murati. Kam vetëm një shok që quhet Ilir. Dhe është shok se është i martuar me 2 fëmijë. Edhe kam pas gjithmonë shok. Shok, domethënë nga shkolla e rritur bashkë këtu.
Zyshe një pyetje. A ka shans të martohen një herë këto? Materialistet janë prapë femra. Kanë zemër, kanë dashni, kanë gjitha që çdo lloj femre ka. Materialistja është thjesht në mendjen e asaj të ngarkuar pak dhe do të mbijetoj, o ja ka mësuar mamaja dhe babai edhe ja kanë fiksuar në mendje që duhet marrësh në një burr me lekë kështu ka qatë sforcime si femër. Nëse e bën femrën të bjeri pak në dashuri me ty, nuk do t'ja di çoban t'jesh. E diti që burrin kur kam shku në 2021, burri im kishte 20 lop aq. Shkonte lart në Malshov, edhe vinte poshtë, edhe do shkonte për në Greqi që të punonte për 35 euro ditën. Edhe unë kur e pash Fationin, se Fation martova prapë një djalë që quhet Fation, e bëra 2 fëmijë, ishte çoban të keq në zysha. Okay? Edhe unë në Londër me lekë, me çdo gjë dhe e mora me 10.000 pound dhe sova në Angli, e bëra me punë, merrte 120 në ditë. Ja pagoja të gjitha, i bleva roba, i bleva makinë. Qa zbona për të? Në fund prapë më la. S'ke që t'i bash. Si mungo dhe asnjë gjë. S'ke që t'i bash. Jemi shumë pa fat në njëherë, po. Edhe nuk më durojnë dot një karakteret qik më të dobët se mu, nuk më durojnë dot, se unë jam qik në vrike për Zotin, të them e shef të derën, unë jam shumë në vrike dhe flas shumë në njerë, edhe i mërzit meshruj, s'ke që të bësh. 1 herë, 2 herë, 3 herë, që t'i bësh? Unë mërzit, ngeli hapte e këshu. Prandaj, edhe unë materialiste jam, vdes të me thënë, por, nuk është se kërkoj shumë për gjëra, por nëse i dua gjërat, normale që i dua gjërat. Prandaj të kesh një zysha, është thjesht dashni. Unë çoban mora. Çoban, pra dhe sot çoban. Pyet këtë duash. Unë jam Luani, po edhe binjakët, harova fare për binjakët, janë shumë karakter të fuqishëm, janë shumë, mos u merr me binjakët janë për Hollywood, janë për aktora, janë për peshku janë të qetë, janë natyrë shumë të dashur, nuk ka kush është Luani qetë, s'kam taku në njëherë Luan të qetë. Nëse ka shumë lekë edhe kështu është biznesmen, po bën kështu si arrogant, kështu si i qetë, por nuk është i qetë. Ujorit are very good people, janë shumë të fuqishëm. Bruce Lee ka thënë, be water my friend, be water. Because water in the river, you are the river. Water in the glass, you are the glass. Water in a bottle, you are the bottle. Kuptov? Ujë në shishe, ti je shishja. Ujë në lum, ti je lumi. Ujë në det, ti je det. Shumë të fuqishëm, nëse dini. Bë ujsh o shok. Se kudo që është ujë është vëndi. Si gjetari. Shumë të fuqishëm, shumë të lirshëm, duan liri, nuk ka fat shumë në dashuri si ne, si ul binjakët, shigjetari, Luani, shumë të vështirë për stabilitet. Edhe ju të tjerët, çfarë jeni ju të tjerët, ju i doni dashurit, jeni thurt, jeni mirë me lidhja. I know, but
No, water is water, but I know it's oxygen, it's freedom. But the saying of Aquarius is water. Na bune lomsh tani. I know. Mbase buna unë lomsh ujorin me you talking about Aquarius, right? I swear it is water. Se nuk jam me këtyreve for fuck's sake, mos më pyesni mu si kur i marr vesh. Unë ja fut kot qa kam digju e qa kam lexu ndonjëherë. Muaji i ajrit, yeah. Air, kush a e bën ajri dhe uji, si bëhet uji? Në thellësi ta mendosh. Water is water, air, fire. Për qa po flasim me këtu? Se s'duhet i ngatrosh në horoskop tani ujin, wood, metal. What the fuck are we talking about? A shenja e ajrit, I'm fire, and after there is earth, right? Vetëm treja? What else is? Po unë edhe kur ngatrohem ndonjëherë me demët, demi është i zjarit, është i sun. Edhe I thought it's always earth, se janë kafshët e tokës. But it's actually fire, right? Edhe kjo gaforia. Gaforia është nga deti, po isn't it fire sign? Nuk e di. Mos na bëni lëmsh. Mos jam kallxore, for fuck's sake.